Laver Ruko, një 75 vjeçar nga fshati Umelici, bashkisë Gjirokastër, është një blegtor që trashëgon traditën e blegtorisë, një zanat që ka kaluar nga brezi në brez në familjen e tij, që prej fëmijërisë Laveri ka mësuar të kujdeset për blegtorinë dhe të respektojë metodat e vjetra të blegtorisë, duke i ruajtur ato me përkushtim dhe dashuri. Për të, blegtoria nuk është thjesht një profesion, por një pjesë e rëndësishme e jetës së tij. Që kur u shprehur regjimi, që atëherë si që ndau kooperativa, i shtuam. Po traditë, atë kemi trashëguar që na pleqësirë, që na plek tanë. Po duan breslokun, duan kullotën, duan njeri unë me vete. Po e vështirë është se ato janë, sidomos me blegtorinë, është gjë e gjallë, nuk e lë do të vesh kur të bën aty puna, do të dona mbrapa. Tani ku i mbani? Tani këtu, kemi marrë ara me qira në fush aty edhe i nxjerr djali vete, djali me to, i bie, i mjel. Me produktet që merr prej tyre si qumshti, djathi dhe mishi, blegtori i vjetër nxjerr edhe të ardhurat ekonomike për familjen e tij. Të tëra, këtë qumshi, djalpi, djathi, mishi, në Baxhë. Ka kërkesa? Ka, kërkesa ka. Një element tjetër i rëndësishëm i historisë së 75 vjeçarit është fakti se ai ka mundur të përcjell pasionin dhe njohuritë për blegtorinë te djali i tij. Pas shumë viteve përvojë dhe mundi, Laveri është i sigurt se trashëgimia e blegtorisë do të vazhdojë edhe në brezat e ardhshëm.